Të gjithë me fjetë kanë ra. Mirë se erdhe në emisionin tim. Mirë se të gjeta ma shtrenjta jenë jetë. Ta shofe ma jam ma shtrenjta, se e ka dhe një djallë ato edhe në ma shumë se mu, për s'ka lidhje. Për çdo mëngjes 30 minuta një jetë. Pastaj 10-15 minuta bicikletën dhe nuk rri shumë. Po mundohem vetin me ndihmu, po edhe rrethin ku po jetoj, me pas ma lek me mu. Çka është diçka që ke dash gjithmonë me ma thanë s'ma ke thanë? Gjithmonë kam dash me thanë më zubën hop. Pjesa ma dramatike, ma e papëlqyeshme, e trishtueshme jemi ishte kur babën e burgosën se ishte në Tiranë me nej mbyllur. Nana ka pas drejt në shku me vizitu para ekzekutimit, edhe shkon herën e fundit takohet nana me babën. Me leqa, mi shkollo fmit, mi drejto ka Kosova, atë dheu jonë sot është pejtashit është Kosova. Si më redahet uladi prej uladit. Na kanë thanë që ti e do Gencin ma shumë, por na thuj, a do Gencin apo Gjerin? Kështu që nëse i keni fëmijët shumë të meqëm, si krejt shqiptarë që i kemi fëmijët shumë të meqëm, dijeni që i keni dhënë mjaftueshëm drithra me hangër. Sot kemi me pregadit një bif bourguignon. Besoni që kushdo që e ka provu këtë recetë, nuk e lën fare bovën në shtëpi. Krenohem me familjen që kam, krenohem për atë që kam ba mas para për familjen time, me nipa me mesa me krejt, po krenohem shumë, që ma i kam gjithë të vjetës më mund ala me ba, për kombin tëm, për atë që jam shqiptare. Shumë po duket bukur. Ishte një dite shumë e bukur, po i kishte ranë gjume, vjen babi me biciklete, hajde po i të shkojmë në det. La cucaracha, vieni qua.